Surete Beluli ka ndarë një lajm të rëndësishëm me ndjekësit e saj, teksa është shpallur ambasadore e paqes nga Ambasada e Paqes në Tiranë, së bashku me personalitetet të tjera të shquara. Artistja e njohur u shpreh me mirënjohje të thellë për këtë vlerësim, duke theksuar se ky nder merr një domethënie të veçantë pasi ceremonia u mbajt në ditën e 18 vitorit të pavarësisë së Kosovës. Ky moment merr një domethënie edhe më të veçantë pasi u mbajt në ditën e 18 vitorit të pavarësisë, një datë që përfaqëson sakrificë, krenari dhe vizion për të ardhmen. Të përfaqësosh paqen në një ditë kaq simbolike është përgjegjësi dhe privilegj i jashtëzakonshëm. Uroj që frima e paqes, bashkëpunimit dhe unitetit të na udhëheqë gjithmonë. Gëzuar 18 vitorin, shkroi Surete në profilin e saj në Instagram, duke uruar kështu të gjithë qytetarët për 18 vitorin e pavarësisë së Kosovës. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.